Viti 2026 nis me një risi të rëndësishme kulturore për Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi. Në Shkodër është hapur Kub France, një hapësirë digjitale bashkëkohore që sjell artin dhe trashëgimin kulturore në një formë të re përjetimi. Kjo nisëm shënon një hap domethënës në thëdhimin e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Francës në fushën e kulturës dhe inovacionit teknologjik. Për vitin 2026 për Lucianin që kemi goxha fishuar buxhetin e Muzeut Marubi që në fillim të vitit 2024 e gjetëm diku tek 14 milion lekë të vjetra dhe sot ky buxhet është 90 milion lekë dhe është besoj që është një rritje e rëndësishme për kaq pak kohë dhe do doja të kisha shumë drejtorë si Luciani në sistemin tonë dhe nuk do lëm asgjë pa bërë si ministri që të krijojmë kushte qoftë për zgjerimin e ateljes së Marubit me një godinë të re që duam ta shprehojmë këtu afër për ta zgjeruar hapësirën që ka nevojë Marubi për gjithë aktivitetet e veta dhe qoftë për gjithë atë rrjet të ri muzesh që Shkodra ka nevojë përtej Marubit që ta arrim të kemi një vizitor në qytetin e Shkodrës i cili të ketë një itinerar dhe një zgjedhje dhe një menu shumë të pasur muzesh, ndalesash, destinacionesh, eksperiencash. Nëpërmjet kësaj platforme, teknologjia vihet në shërbim të komunikimit kulturor, duke krijuar mundësi të reja për publikun që të eksplorojë artin, historinë dhe trashëgiminë europiane. Vise à développer la coopération culturelle. Kam kënaqësinë të përuroj me ju sonte fillimin e aktivitetit të Kub France Shkodra, një hapësirë inovative kulturore digjitale në kuadër të projektit Kit Kub K, një iniciativë e udhëhequr nga Kub France Tirana, Instituti Francez i Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve dhe natyrisht Muzeun Marubi. Ky projekt synon të zhvillojë bashkëpunimin kulturor digjital midis Francës dhe Shqipërisë përmes përvojave kulturore imersive, të cilë disa nga të pranishmit këtu e patën mundësinë sepse i shoh që kanë vendosur edhe kaskat, që shërbejnë si urlidhse mes trashëgimisë franceze dhe asaj shqiptare. Projekti përfshim në Muzeun Digjital Mikrofoli, një projekt ndërkombëtar i Ministrisë Franceze të Kulturës në bashkëpunim me La Villette Paris, i cili ofron qasje në më shumë se 3200 vepra arti të digitalizuara nga 205 institucione kulturore në të gjithë botën, duke përfshirë Louvrin, Musée d'Orsay, Qendrën Pompidou dhe Pallatin e Versailles. Direktor Lucian Bet. Hapësira që po inaugurojmë sot, Kub France Shkodra vjen si pjesë e paketës Kit Kubi K, si pjesë e kubit Francës në Tiranë, e mbështetur nga Ambasada Francës në Tiranë edhe gjithashtu Ministeria e Turizmit, Kulturës edhe Sporteve. Për herë të parë në një muze në vend, vizitorët mund të përjetojnë përmbajtje artistike përmes realitetit virtual dhe eksperiencave 3D, duke pasur akses në mijëra vepra arti të digitalizuara nga institucionet prestigjioze ndërkombëtare.